e thash dhe prapë për sëris, po të kishim qenë në antar, që për fakt keq Nuk jemi. u largu, nuk jemi, ishte shansë, do të thotë, unë mendoj që herë do kur do dikush duhet me u përgjegjë për largim, sepse ne do të detyrohemi me plotësu edhe kërkesa matrona, si që kanë bo për rastin e manastirit dhe nuk do të fitojmë kur gjë, po të ishim ne, po të pranoj ka s'ka qare pa i plotësu Kosova ato kërkesa, dhe premtuar ata, do në thotë që pasit pranohëm, po të ishim pranu ne, unë imi bindu që këto pjesë bukur të se standardi i gjykatës së Strasburg për këto raste, për cenimin e lirive drejta dhe njerëjt sash procesin në veme si për ka raste për shkak provojë me Turqinë të azom, edhe me telefoni kanë Kishim dje këtu në Politico Jeffrey Nicein, ish prokurorin e Hagës, fakt që kanë ndjekur Miloševićin. Edhe ai thoshte që është egzageruar kërkesa për 45 vite, thoshte që. Ai ishte do të thotë panik, absolutisht, s'kam asnjë dyshim, dhe fakti që tha jo tha për dyja tha. Do të thotë sepse prokuroria ka drejt deri në momentin e fundit me ndryshu edhe kvalifikimin juridik edhe shumë çka përfshi edhe me hek dorë për pjesëve të caktuara të akuzës, ata nuk e bën dhe unë mendoj që vetëm çaja është arsyeja, por prapë po them shumë çka ka mujt më korrigju në proces kur ne ishim që në vit e gjysë sa bo antar të Këshillit të Evropës dhe përpasoj antar të gjykatës së Strasburgut, avokatët tyne, ju keni pajmë, për shkak ishte Tiçi, unë kam qenë, është një ka qenë projekti norvegjezve, na kanë pagu në fakulteti juridik, unë kam edhe kopjen elektronike, kush kujt i intereson mund t'jap,